Deputeti i Partisë Demokratike dhe drejtuesi politik i Vlorës Bujar Leskaj ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi politik në këtë qark. Përmes një postimi në faqen e tij në Facebook, Leskaj shpreh se Partia Demokratike ka nevojë të nisë një analizë të thellë të brendshme për humbjen e zgjedhjeve dhe ristrukturim në çdo qelizë. Leskaj paralajmëron se pas 2 vjetësh do të lërë mandatin e deputetit te kandidati pasardhës në listë për të inkurajuar deputetët e rinj, nxitur rinovimin dhe për të sjellë një frymë të re të bërit politik. Partia Demokratike duhet fillojë një analizë të thellë të brendshme për humbjen e zgjedhjeve për të kuptuar pse dhe ku gabuam të gjithë ne, drejtuesit politik, drejtuesit e Partisë Demokratike dhe drejtuesit e degëve të saj, kandidatët për deputet dhe çfarë duhet të bëjmë për të konsoliduar besimin tek qytetarët. Duhet një reflektim i sinqert dhe një planifikim i qartë për të korrigjuar gabimet e bëra. Ky është një proces që duhet të ndiqet nga të gjithë deputetët aktual, të cilët më vonë, si ish deputetët, duhet të vazhdojnë të kontribuojnë maksimalisht si të ishin deputet, me veprimtari. Kjo formulë në optikën time e bën më të shëndetshme Partinë Demokratike, duke e bërë më të fortë, më të hapur dhe më të sigurt për të ardhmen, shpreh Leskaj. Ky reagim nga Leskaj vjen në një kohë që sot është lajmëruar një mbledhje kryesisë së Partisë Demokratike, ku do të diskutohet përveç punës për zgjedhjet e pjesshme në disa bashki dhe aksioni i opozitës në vijim, ku nuk përjashtohet as thirrja e një proteste kombëtare.